Kjo është dreka ime për sot, e ja e përgatisim së bashku. Kjo është një nga recetat e mia më të thjeshta, por gjithashtu edhe shumë e shijshme. Polpette con pomodorini. Fillimisht pastrojmë patjetër pomodorinit, i presim të gjitha në kubik, unë thjesht i ndaj në dysh dhe kaq. Në tenxhere shtojmë një fije vajulliri, gjithashtu shtojmë polpetet, nëse dëshironi mund të shtoni fillimisht qepe dhe hudhër, por duke qenë se Esti nuk i ka shumë qejf, sot vendosa që t'i bëj pa qepe dhe hudhër. Thjesht me erëza të ndryshme që do i shtojmë më vonë. Sa po kanë marrë këtë ngjyrën e artë, gjithashtu shtojmë edhe pomodorinit dhe erëza të ndryshme sipas dëshirës. E lejmë salsën që të zjej për disa minuta dhe nga ana tjetër përgatisim në një tenxhere, mbushim me ujë, shtojmë krip dhe po ashtu makaronat. Në këtë rast unë kam zgjedhur penne rigate. Ndërkohë që salsa është thuajse gati, e fikim gazin dhe shtojmë disa lugme djathë të grirë. Unë në këtë rast kam zgjedhur grana padano. Sa të jetë gati pasta, unë gjithashtu po përgatis edhe një sallat me sallat jeshile, rukola, pomodorini dhe një karrot. Gjithashtu i shtoj aceto balsamico, krip edhe vajulliri. Po ashtu ndërkohë në një gotë përgatis kreatinën, duke qenë se mënyra e më e mirë për ta konsumuar është gjatë vakteve, gjatë drekës, në një gotë me ujë dhe thjesht një mizur kreatinë. Shtroj tavolinën, shumë thjesht, jemi vetëm unë dhe Esti sot, përziej makaronat së bashku me salcën dhe voilà. Kjo është dreka jon e thjesht, por gjithashtu dhe shumë e shijshme. Provojeni dhe më thoni nëse do ju pëlqej. Shihemi në receta të tjera. Ditën e mirë.